Ka ndodhur, praktika ka treguar që ka ndodhur që edhe për me ardhur deri aty, ka ndodhur që njerëzit kanë keq përdorur mundësitë e veta, në qoftë me blerje të votës, qoftë në format e tjera, sepse kjo është vjedhje, sepse ja vjedh të drejtën dikujt, drejtën e lirë për me ardhur me mri aty. Po më detyron pak me rënu muhabetin. Këtu jemi. A vjedhet në politikë për bush? A vjedhet në politikë? Edhe a ke vjedh ti konkretisht? Se me thonë sa ke vjedh, a ke vjedh po të vitin njerë? Këtë problemin e kam sa, a kam vjedh se këto... Ha sa, anif? Për aferta, jo me shifra, nëse ki problem me shifra, për aferta. Edhe kjo është imazh që është i krijuar. Edhe nuk është se s'ka të vërteta se a vjedhet. Tash në kuptimin, më varet çfarë kuptimi. Për shembull, a vjedhet për me mri me ardh aty në pushtet, apo a vjedhet pas pushtetit që ti je. Ka ndodhur, praktika ka treguar që ka ndodhur që edhe për me ardhur deri aty, ka ndodhur që njerëzit kanë keq përdorur mundësitë e veta, në qoftë me blerje të votës, qoftë në format e tjera, sepse kjo është vjedhje, sepse ja vjedh të drejtën dikujt, drejtën e lirë për me ardhur me mri aty. Ndodh që kanë ardhur njerëz edhe në atë formë. Por ka ndodhur në Kosovë, ka ndodhur edhe me mritje atje ku don me mri si qëllim, edhe normalisht ju ndron gjendja njerëzve. Edhe kjo ndrimi i gjendjes njerëzve në mënyrë të menjëhershme ban me dyshu dhe me mendu që edhe njerëz vjedhin. Sinqerisht me ta thonë, kjo pjesa e të vjedhurit nuk ka ndodhur deri tash në familjen time, ndoshta as një vezë më jashmang dikuj. Sepse jemi rrit me këtë kujdesin e jotja, e huja kur nuk bëhet e jotja. Për sa ta jemi që të kujdes? Ndoshta, po më mirë. Unë mendoj që jo patjetër duhesh me vjedh për me mri. Puna i mrin të gjitha. Domethënë synimet, unë e pash këtë llogon tonë me pas një qëllim. Domethënë edhe ndiqe pas, edhe unë mendoj që ai që ka një qëllim me punë thojnë deri në kismet. Po kismeti bëhet edhe me hizmet. Domethënë nëse do të më bëjë hizmetin për me mri edhe kismeti. Unë mendoj që nuk di ndonjëherë që dikush prej familjes time ka shmang diçka dikuj. Edhe këtë e kultivoj shumë kujdesshëm me të fëmijët e mi dhe të gjithë anëtarët e familjes, sepse jemi të interesuar, kemi mjaftueshëm me atë sa ne fitojmë, me atë sa ne zhvillohemi, atë sa ne e kemi të trashëguar. Mendoj që kemi mjaftueshëm dhe nuk që kemi nevojë më tepër me shmang. Përkundrazi, jemi të interesuar që me u shtu të tjerëve, edhe me aurit të tjerëve, ndoshta krahas atë sa kemi ne, sepse edhe kështu ne ndihem më mirë kur jemi barabartë me tjerë, edhe me pas shok njëjtë qysh jemi ne.